Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar kërkesën për rekomandimin për marrjen e vendimit për pagesën e stafit të angazhuar në qendër të votimit në përparësi diplomatike. Bëhet fjalë për 126 zyrtarë të cilët kanë qenë të angazhuar, 71 prej tyre të autorizuar për asistim në procesin zgjedhor dhe 55 zyrtarë të autorizuar për asistim në procesin zgjedhor dhe me post. Pra, janë në kuadër të dokumentacionit e keni bashkangjitur edhe rekomandimin për shumën që do të paguam për secilën ditë pune që kanë pas zyrtarët për procesin e votimit të jashtë Kosovës. Rekomandojmë si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore që të miratohet ky rekomandim. Faleminderit Renit. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Nëse jo, hedh në votim kush është për? 10 vota për, kundër abstenim nuk ka, miratohet. Vazhdojmë pikën e radhës së Renit. Pika e radhës është rekomandimi për asgjësimin e materialit zgjedhor për zgjedhjet e Kuvendit të Republikës Kosovës të mbajtura më 9 shkurt 2025. Pra ashtu siç jemi të obliguar edhe në bazë ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, bëhet fjalë për gjithë materialin zgjedhor që është përdorur në këto zgjedhje që të azhësohet. Ne kemi kërkuar si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore që nga një mostër prej secilit material të ruhet dhe të arkivohet, pra ka qenë kërkesa edhe e anëtarëve brenda akuzit që të ruhen dhe të arkivohen materialet që të jenë këtu si dëshmi herdo kur që çdo material të jetë pra nga një format i tillë, qoftë për çështje hulumtimi, analiza apo për krahasim të përdorur në ato materiale. Njëherët po ashtu një procedurë veçantë që do të iniciohet është ajo e analizave të librave të votimit dhe të votimit me asistencë krahas këtij vendimi, pra do të jetë edhe iniciimi në momentin para azhësimit të këtij materiali të përfundohet edhe marrja atyre mostrave, skanimi i librave të votimit për qëllime të analizave të KQZ-s. Rekomandojmë që ky material, pra ky rekomandim të miratohet. Faleminderit Renit. A ka dikush diçka? Unë Alba. Më qenë se kemi ngrit të kërkesa që përmenden prej kryesuesit dhe cilat nuk po i shoh në dokument që janë përfshi fare, kërkoj që të njëjtat të përfshihen të jenë pjesë e vendimit. Sepse kështu ka qenë edhe ideja që të dihet. Pra, prapë edhe një vërejtje për sekretariatin, që mos përsëriten më. Ato që i nxjerrim si rekomandime duhet të integrohen në dokumentin final kur vjen deri te shqyrtimi dhe miratimi në KQZ. Pra referojuni saktë edhe minutave takimit që kemi pas në mbledhjen e Këshillit për Operacione Zgjedhore dhe bazu në ato rekomandime që kemi dhënë të shtohen ato dy pika që u përmenden nga kryesuesi. Faleminderit Alban. Ka dikush po Faleminderit koleg, edhe një çështje tjetër është që gjitha ato që janë pjesë e hetimeve, pra dhe hetimet që vëzhgohen nga Prokuroria e Kosovës nuk do të azhësohen, pra do të ruhen ato materiale. Kaq. Faleminderit. Atëherë me këto vërejtje që i dha Albani, e hedh në votim nëse s'ka dikush diçka tjetër. E hedh në votim kush është për. Atëherë miratohet rekomandimi për azhësimin e materialit zgjedhor. Vazhdojmë me pikën tjetër Renit. Faleminderit. Kryetar Këshilli për Operacionet Zgjedhore sot në mbledhjen e mbajtur ka shqyrtuar edhe rregullën zgjedhore për fletvotimet dhe broshurat. Janë disa rekomandime nga sekretariati që kanë të bëjnë me çështje të afateve kohore për çështje teknike lidhur me fletvotimet, për cilat ne si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore kemi rënë dakord dhe rekomandojmë që të miratohet ky dokument. Nuk janë kështu ndryshime substanciale, po vetëm në dizajnin e fletvotimit pjesa e hapësirës për vulosje dhe në anën e përparme tek çështja e kodit të identifikimit këtë rast të secilit fletvotim, pra janë hequr ato termat e numrave serikse nga cili numër duhet filloj, por është lënë kështu e përgjithshme që t'i mundësohet edhe operatorit ekonomik, por edhe dizajnit që të mund të përshtaten secilin fletvotim. Faleminderit. Faleminderit Renit. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Po. Faleminderit, ju përshëndes. Pse jemi në
këtë rregullore unë kam një propozim për përdorimi gjuhën. Në ligj për përdorimi gjuhëve është rregull. Rregullore neni 6 përgatitje dhe miratimi e fletvotimeve dhe broshurave pika 4 e kemi fletvotimet dhe broshurat shtypen në të dy gjuhet zyrtare, ndërsa në komunat ku është gjuha e tretë në përdorim zyrtar, vendoset si gjuhë në fletvotimet dhe broshure. Nëse ka mundësi, veç një ndryshim vogël me bo, shtypet në të dy, me hek të dy, edhe e tretë me hek. Nëse ka mundësi, presi për krahje prej antarëve. Rregull? Okej. Do thotë paragrafi 4 i neni 6 të përshtatet me ligjin për zgjedhjet. Dhe këto ndryshime tjera, dikush diçka tjetër lidhur me këto ndryshime që janë propozuar? Jo, atëherë hedh në votim kush është për miratimin e rregullores me ndryshimet, propozimet që janë bërë për ndryshimet dhe propozimin nga Meferaja. Jemi gjithë. 10 vota për, miratohet. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar edhe rregulloren lidhur me certifikimin e listës votuese, krijimin e listës votuese dhe kundërshtimin e listës votuese. Këtu janë dhënë rekomandime nga sekretariati për ndryshimin e afateve kohore të dërgimit të ftesës, por edhe pranimit të ekstraktit nga ARC-ja edhe afatin tjetër lidhur me ekstraktin e dytë të pranimit të listës votuese nga ARC-ja, që kanë qenë praktika të ndryshme prej zgjedhjeve në zgjedhje, tashmë është harmonizuar gjitha afatet kohore lidhur me këtë çështje. Dhe njëherët edhe për raundin e dytë të zgjedhjeve është rekomanduar një disa paragrafe ku janë parapar tashmë procedura të qarta se si krijohet lista votuese për raundin e dytë të zgjedhjeve. Pra personat që mbushin 18 vjeç në ditën e votimit të raundit të dytë të zgjedhjeve përshihen në kuadër të kësaj liste dhe duhet të miratohen nga ana e KQZ-s 7 ditë pas caktimit të datës, të konfirmimit të komunave që do të shkojnë në raundin e dytë, dhe tjetra që do të hiqen nga lista votuese shtetasit të cilët kanë hequr dorë nga shtetësia dhe ata të cilët janë konstatuar ose është njoftuar organi kompetent për vdekjen apo largimin nga kjo botë e personave të cilët nuk do të figurojnë në këtë listë. Pra këto janë ndryshimet që janë bërë në kuadër të kësaj rregullore, nuk ka ndryshime tjera. Dhe rekomandojmë që Këshilli i Operacioneve Zgjedhore që të miratohen. Faleminderit. Ka dikush diçka lidhur me këtë? Nëse jo, e hedh në votim kush është për. Atëherë me 10 vota për miratohen ndryshimet në rregulloren zgjedhore 3/24. Në mbledhjen e Këshillit për çështje ligjore kemi trajtuar kërkesën e kryesuesit të Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës për një zavendësim, pasi që zoti Artan Aslani është zgjedhur deputet në Parlamentin e Kosovës, ka dhënë dorëheqje dhe në listë prit se ka qenë një kandidat Muharrem Aslani, i cili ka hiq dorë për marrjes së detyrës si antari i Kuvendit Komunal apo këshilltar në Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës, dhe në radhë kam rri Qerim Kara, i cili pas analizës i plotëson të gjitha kushtet ligjore që të emërohet antari i Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë nga subjekti politik lista ndryshe, duke zavendësuar antarin e Kuvendit Komunal zotin Artan Aslani. Faleminderit zoti Hamiti. A ka dikush diçka lidhur? Edhe diçka për tekstin lexon e poshtë, atje dhe rregullon e gjësisht. Edhe gjinin rregullon ja dhe si sintaks. Te vendimi po keni, i cili ka dhënë dorëheqje për arsye të zgjedhjes deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës, keni pas një hasdër edhe për arsye të zgjedhjes jo, po sepse është zgjedh deputet në Parlamentin e Kosovës. Rregullon e gjësisht vendimi. Faleminderit zoti Hamiti. Nëse s'ka dikush diçka, e hedh në votim kush është për. Me 10 vota për, miratohet zëvendësimi i antarit Kuvendit Komunal në Fushë Kosovë nga subjekti politik lista ndryshe. Qerim Kara zëvendëson Artan Aslani.